Këtu qëndrojnë 110 voglush të qytetit të Kamenicës. Kjo është qerdhja vetme publike në komunë që pas sigurimit të ushqimit të shëndetshëm, së fundmi ka siguruar edhe shërbime shëndetësore për fëmijët e kopshtit Filizat. Për të gjitha konsultat mjekësore, çfarë do qofshin ato për këta fëmijë, koston do ta mbulojë komuna, si në Kosovë ashtu edhe në Shqipëri dhe në Maqedoninë e Veriut. Ky vendim u mirëpret nga prindërit. Nëna e Ivës 2 vjeçe, Blodina Matoshi Kërhanaj, thot se sigurimi shëndetësor është një lehtësim i madh i barrës financiare të tyre. Unë si prindë jam shumë e kënaqur këtu me qerdhën dhe kam prit mjaft mirë, sidomos është kogja lehtësuese, është një barrë shumë lehtësuese për prindet, se tu e pas parasysh kem edhe obligime tjera gjatë mujet, kogja ka qenë një vendim i qëllum prej anës kryetarit. Me thonë drejtën, edhe pjesa ushqimit ka qenë shumë vendim i mirë, duke pas parasysh të ashtu shtu edhe sigurimi shëndetësor. Muj me thonë që me komplet punën që e bën qerdhja Kamenicës jam mjaft e kënaqur, po ashtu edhe me ushqimin që kanë sjellë, domethënë që gjitha gjanat janë bio. Po tashta edhe vendimi i fundit për sigurimin shëndetësor, po mendoj që shumë ka me qenë lehtësuese për prindet në vazhdim, si e ceka edhe më herët barra ekonomike kogja lehtësuese bëhet në këtë aspekt. Njëjtë mendon edhe Donjeta Latifi Shillova. Ajo thekson se fëmijët shpesh marrin virozë në kopsht dhe si pasojë, konsultat mjekësore janë të shpeshta. Parimisht, ne si prindër, veçanërisht prindër që punojmë, duhet ta ceki që na jep një lloj sigurie shëndetësore, se fëmijët domethënë janë të mbuluar me kartela shëndetësore dhe ata mund të kenë qasje në shërbime mjekësore kurdoherë që ata kanë nevojë. Dhe së dyti është një lehtësim financiar pa dallim në buxhetin familjar për tërë familjet në pa dallim. Është me të vërtet një siguri që e thash edhe pak më herët, sepse ne jemi nga ora 8 deri në orën 4 vazhdimisht angazhuar me përgjegjësitë tona, por stafi akademik, gjithashtu edhe drejtoresha duke bërë një punë të jashtëzakonshme, neve na japin një siguri parimisht, por me mbështetjen e kryetarit të komunës dhe gjithë atyre që kanë realizuar këtë projekt në financimin ose dhënien e kartelave shëndetësore, kjo veç se e forcon atë lloj sigurie që ne kemi si prindër, edhe me gëzim dhe ndihemi disi të rehatshëm në punët dhe përgjegjësitë që i bëjmë, sepse e dim në fund të ditës që fëmijët janë të sigurt. Por e kisha përmendur edhe një gjë, vlen të ceket që secili fëmijë pavarësisht backgroundit që ka, social, sfundit social, atyre po jepet një qasje e barabartë në shërbimet mjekësore në spitale pa dallim. Kështu që kjo është një përparësi që me të vërtetë e çmojmë të gjithë. Ky vendim ka krijuar një ndjenjë sigurie edhe brenda qerdhës. Këtë e pohon edhe drejtoresha e përkohshme e kopshtit Filizat, Fatima Leci. Sigurimi shëndetësor i fëmijëve në institucionin parashkollor Filizat është i mirëseardhur për shumë arsye. Si mbrojtja e shëndetit të fëmijëve, ku e dim se fëmijët janë më të ekspozuar nga infeksionet e ndryshme për shkak se kanë kontaktet më tepër si me fëmijë, si me të rritur, parandalimi i problemeve shëndetësore, lehtësimi i barrës financiare të prindërve, siguria e fëmijëve në mjedisin e qerdhës, si dhe rritja e besimit dhe qetësisë për prindër. Të gjithë prindërit që përfitojnë nga sigurimi shëndetësor duhet të pajisen me një kartel që lëshohet nga komuna. Kjo është kartela e cila dëshmon që çdo fëmijë në qerdhë publike tashmë i përket ose përfiton shërbimet shëndetësore. Kartelat mund të jipen edhe më pas, sepse ne e dim që kontrata është 2 vjeçare dhe fëmijët mund të zëvendësohen në të ardhmen, pra me këtë kartel dëshmojmë që fëmija mund të përfitojë çdo shërbim shëndetësor me të cilën e mbulon edhe kontrata që ne kemi nënshkruar. Kryetari Rahima i shpjegon se ky vendim është marrë për të ndihmuar financiarisht sadopak familjet në Kamenicë. Ajo që na kemi ndërmarrë së fundmi është diçka më madhe se sa aktiviteti i fundit. Ne po punojmë në atë vizionin tonë që tashmë dita po plotësohet, që Kamenica të jetë
në nivel të detyrës në ofrimin e shërbimeve cilësore, sidomos kur bëhet fjalë për fushën e arsimit. Ju që keni pa që jemi qertja parë publike që ofrojmë ushqim të shëndetshëm, ka qenë hapi i parë që ne kemi ndërmarrë, ndërsa më pas kanë zhvillu edhe aktivitete tjera Drejtoria Komunale e Arsimit, duke investuar në infrastrukturë shkollore konkretisht edhe në Qerdhe, ndërsa së fundmi kemi realizu edhe aktivitetin e radhës që ka të bëjë me sigurimin shëndetësor. Pra, dy komponente që kisha dashur me i veçu, që janë për herë parë në Kosovë dhe për herë parë gjithashtu edhe në Kamenicë, është ushqimi i shëndetshëm në Qerdhe dhe sigurimi shëndetësor. Kjo ka një qëllim të mirë mbrapa, sepse ne dëshirojmë që fëmijët që janë në Qerdhe të jenë të sigurt dhe të jenë të shëndosh. Kësaj ne i rrisim fëmijët në këtë drejtim, edhe në anën tjetër i ndihmojmë familjet që të kenë një kosto shumë më të ulët përgjatë fëmërisë që kanë fëmijët e tyre. Kjo iniciativë ka kushtuar komunës 30.000 euro dhe do të zgjas për 2 vjet, pavarësisht të numrit të fëmijëve që mund t'i ketë një prind.